Përshëndetje të gjithëve, jemi këtu te episodi 6 i botrorit 2026 dhe sot është data 4 korrik. 4 korrik dhe sot është festa e pavarësisë së Amerikës, së Shteteve të Bashkuara. Ke ndonjë lidhje me Amerikën ti jo? Edhe hala ime jeton në Amerikë. Edhe hala ime jeton në Amerikë. Jo. Një hall tjetër jeton dhe në Kanada. I përshëndesim të dy hallët, të tre hallët. Flasim për Kanada. Flasim për Kanadan tani. Çfarë ka për Kanada? Sa po lutim. Luti Kanada? Na humbi 3-0. Mos u mërzit hallë, nisë hallë, nuk besoj se ka pa Kanadan. Pa. Si ishte ndeshja? Tani, ndeshja pjesa parë e Kanadas që spektakolare. Të lozë më mirë Kanada e pjesë parë. Futboll shumë të mirë. Po pastaj me kundërshtume i ka marrë golat Maroku. Të dy të fundit po, treti ishte pak si më kështu, po i pari ishte pak si më kështu, po dy të fundit ishte me kundërshtume. Por pjesa dytë ishte pak në kontroll të Marokut. Unë do thoja arsyeja pse në pjesë parë ishin aq kështu. Aq të Kanada ishte aq sulmuesve ne që mendonin nga Maroku. Unë mendoj nga që Maroku kishte edhe presion, do thoya, se edhe u dëmtuar një nga lojtarë. Për mua lojtari më i mirë që ka pas botror, këto botror, Sajbari që ka 3 gola në 3 ndeshje. Po u dëmtuar në minutë 22 dhe duhet të ditë dhe besoj që ndikoi edhe nga ana emocionale. Po, dhe po shkoj në gjysmë finale vjen ai mbrapsht. Tani po na fitoi Franca me Paraguay që është sot në 11. Do kemi Marok-Francë. Pra do e ke shumë vështirë Maroku me Francën, me Mbappé, Olisen, Dembélé, gjithë ekipin e parë. Kemi thënë njëherë që Franca është super ekip të ri dhe nuk i di kush i del përpara është kaput. Sot e ka Paraguay eliminoi Gjermaninë me fat, ose si thua me dëshirë, me vullnet, por me Francën nuk besoj do e ketë lehtë. Po Injo, ti nuk e bëre dje podcastin apo? Dje ndovën... Nuk duam justifikohemi se ç'a ndodhi. Çfarë ndeshjesh kishte dje? Dje kishte ndeshje të bukura. Kishte ndeshje si Australia-Egjipt. Ajo ndeshje shkoi me penallti dhe fitoi Australia. E pash, ishte në orar të mirë. Po. Kishte në mëngjes në orën 1 Portugali-Kroaci. Edhe ajo që super ndeshje besoj? Ndeshje shumë e bukur. Ishte para 2 ditësh nuk e. Jo, në orën 1 të mëngjesit që Jo, dje ka qenë parë dje. Dje. Portugalia ka qenë parë dje. Dje ka qenë Argentina. Ja ta tregoj. Në 1 të mëngjesit. Po? Argentina ka qenë në mesnatë sot. Dje. Sot e quan sot. Po, e drejt se nga trova. Po. E kuptova, ndesh dita e sotme është data 4 korrik. Po, e drejt. Edhe do foja dje kur fitoi Portugalia, ata i vanin tribut Diogo Jotës, se ishte një vjetori, dhe vajtë të tij Andre Silva. Dhe si po shkojnë me rekordet? Ç'a ndodhi një gjë interesante? Duket, s'jam shumë i sigurt, po më duket që rekordi është shpyer për më shumë gola me kokë në një botror. Kush i ka bërë? Në një botror në gjithë total. Në total. Pse sa gol janë me kokë? Nga 30, nga 38, 39, rekordi ka qenë 36. Wow, pse ka kaq shumë gole? Ka bërë më shumë ndeshje pasi. Janë bërë 200 ca gole në total. Wow. Madje është shpyer rekordi për më shumë autogola në një botror. Sa kush i ka bërë? 13. Ja bërë 13 autogola. Në fakt ishte dje ai lojtari i Egjiptit u bë golashënues i autogolave, se ke bëri 2 autogola në këtë botror. Pra ai është golashënues, te lista golashënuesve. Fillon Mbappéja, ai Messi 7, Mbappéja 6, Haaland 5, është dhe ky 2 pastaj. Që shkrim fare. Ai gëzuar edhe një? Në Kroacia, tregoj që për Kroacin. Terdikisht? Unë isha me Portugalinë, për Cristiano Ronaldos. Po pse jeni gjithë me këtë Ronaldo në punë? Se është botrori i fundit dhe s'ka fituar asnjë botror, edhe... Ti shpreson që Portugalia të ecë në finalen e botrorit? Po. Si e ka rrugën? Ja ta shohim si e ka rrugën tani. Portugalia ka Spanjën.
Me Spanjën dhe mund ta rafi. E pastaj Spanja s'ka tregu në ishte. fituesi Amerikë-Belgjik luan me fituesin Portugali-Spanjë. Kështu që e ka të lehtë atë Pastaj Amerikë, është- nëse kalon Spanjën. Pastaj kjo tjetra është Brazil-Norvegji, Meksik-Angli delin në çerek finale. Dhe pastaj fituesi i Morok-Francë del me Portugalin, po kaluan deri në gjysmë finale. Pastaj për mua një finale e parashikuar do ishte Francë me nga këta ose Argentina ose Brazili do bëj. Imagjino Francë, Argentinë sërish një finale botërore. Sërish. A do merrte ak Franca? Po. Absolutisht do merrte ak. Argentina nuk është. Do të thënë po mua ndeshja që u luajt Argentinë Kepi Gjelbër. Kjo ka qenë ajo që shiza mitor në këto 2 ditë. Një super ndeshje. Çka ka regjia? Ka një gjë për të na thënë? Duhet të qeshim më shumë. Okej, faleminderit Bora që na drejton nga regjia. Atëherë më tregoj çik, Kepi Gjelbër Argentina, si shkoi ndeshja? Kjo ndeshje njerë do e thoja Kepi Gjelbër, ke qenë super ekip. Ishte surpriza më e bukur e këtij botërori dhe një ekip i një vendi që ka vetëm 500.000 banor dhe ka ngritur në këmbë një shtet, një glob të tërë për të bërë tifozlik dje. Për mendimin tim dje, pjesa më e madhe njerëzve u bën me Kevin Gjelbër, jo me Argentinë. Qa ishte kjo ndeshje? Në minutë 20 ja ta hapim me këto. Ndeshjet, Kepi Gjelbër. Jo, unë e pash një qik që filloi ndeshja dhe Argentina shënoi e para, por si lojë nuk është se tregoi një gjë të madhe. Për shembull, por Kepi Gjelbër dominoi. Në minutën 29 shënoi Lionel Messi që e çoi veten në botën e 7 golave. Pastaj barazon Kepi Gjelbër në minutën 59. Barazoi Kepi Gjelbër duke sulmuar dhe duke krijuar lojë të mirë dhe duke e dominuar Argentinën dhe në mbajtjen e topit. Apo jo ka qenë një rast i jashtëzakonshëm se nuk ka mbajtur shumë topin në Argentina për një periudhë të caktuar derisa barazoi. Jo gjithë ndeshjen, jo. Jo gjithë ndeshjen. Po ishte një periudhë që e mbani 60-40 Tal dhe Albani, po Mani të me dëgjova Albani. 73 vjeç shkoi. Edhe 73. Kush e dha Albani? Albani se pas përsëritjen e ndeshjes. Pikërisht për dhona të pash. Si ishte përsëritja? Ishte kur ishte nga shtesat. Dhe pastaj e çon në shtesa Kepi Gjelbër, minutë 92 shënon Lisandro Martinez. Ai kishte thënë që unë po planifikoja shumë të tërhiqesha nga futbolli kur të kështu ligamentin, të rrugja ligamentin. Por pastaj mu lin djali edhe më dha motivim për të vazhduar. Po. Edhe Lionel Messi pra më ndihmoi shumë. Ti e motivim për të vazhduar edhe unë, prandaj jam këtu te podcasti. Nuk është se bëj un podcastin mirë, jam për këtë kampionin tu, që do bëhet komentatori më i mirë sportiv në Shqipëri, apo jo? Ja kaloj me Banit. Po. Pastaj në minutën 103 goli më i bukur i turneut. Kush e bëri? Kepi Gjelbër, Sidney Lopez Cabral. Ishte jashtëzakonshëm. Ai bëri një super gol që edhe për mua ka qenë goli më i bukur botëror dhe nga ana tjetër pash që ai bëri një festim të ndryshëm pasi shkoi. Ai shkoi te tifozët. Shkoi te tifozët dhe priti dhe erdhi e dashura vet, nuk e apo gruaja vet. Edhe ajo ishte një moment që ajo roja po largonte lojtarin sigurisht e tifoz. Sepse kishte vajtë në vendin e tifozëve. Po. Ishte jashtëzakonshëm ndeshja që na ka dhënë shumë emocione dhe ta shohësh me të vërtetë, ëh. Ekip si Kepi Gjelbër nuk ka psuar humbin këtë botëror. Ai ka dalë nga botërori pa psuar humbin, por nuk ishte humbje. Në 90 minuta ka dalë. 90 minuta barazim. Barazim gjithmonë. Po. Pra çfarë kuptojmë nga kjo? Nëse je ekip sa do i vogël ti je, nëse stërvitesh, nëse ke talentin, nëse ke strategjinë e dur, trajnerin e dur, dëshirën e dur, forcën e dur, ata luajnë si barabartë. Mendsinë e dur. Luajnë si Franca. Mua pëlqeu shumë realisht. Lojtari i turneut për Capo Verde për mua, portieri Vozinha. Sa fansa ka vajt Vozinha? Vozinha. Para botrorit ai kishte 50.000 followers në Instagram. Pastaj e mundi bëri 7 pritë kundër Spanjës, barazuan 0-0, shkoi në 10 milion. Nga 50.000 në 10 milion, 20 fish. Pastaj po rritej, shkoi 15 milion, pastaj një performancë shumë të mirë kundër Argentinës, shkoi në 21 milion,
u bë portieri më fort që kaloi Iker Casillas. Ja ka kaluar gjithë, pra është portieri më i ndjekur në botë, apo jo? Po. Wow, përshëndetje, bravo Zinja. Hajde gëzuar dhe për këtë rekord pozitiv. Tani do Edhe falenderojmë dhe pen. sponsorin ton. Ndeshjet, tani të flasim për ndeshjen nesër. Një ndeshje kemi në orën 10. Kemi sot një. Sot France-Paraguay. France-Paraguay e fam këtë. Unë mendoj që Franca do dominoj jo si Gjermania. Po ju si mendoni sa është parashikimi France-Paraguay? Sa? Unë mendoj 4-1 për Francën. Unë mendoj 4-0, nuk besoj që Franca do të psoj gol sot. Po dini? Por Regjia, ti sa mendon? 3-1. 3-1 Regjia, bravo Bora, do ta shohim 3-1, 4-1, 4-0. Këto tre rezultate. Unë mendoj, po jam i bindur që nuk do të psoj gol Franca. Po, Gjermania nesër tim. Ishim bindur, po ja ndryshoj. Po jo, me Francën ku kam një bindur. Por do voja një gjë, Portugali Kroaci unë parashikova 2-1 dhe e kam gjetë sakt. Me ke gjetë në kokë, bravo. Po. Edhe gol Ronaldo pëse. Faleminderit Regjia për këtë ovacion që na i futet ty te mikseri. Edhe tani nesër kemi një ndeshje shumë të bukur. Kush është? Brazil me Ancelotin, Wow. Neymar, Vini, edhe gjithë këta lojtar, me Norvegjinë e Erling Haaland dhe Martin Odegaard. Pra surpriza e këtij botrori, ajo si quhet si thoshe ti këtyre? Malcezes, Dark Horse, ka lizi, pra ato që do të bëjnë surprizë, do të bëjnë çudi. Norvegjia edhe Brazili, mos e lëviz Regjia këtu në kamerë. Brazil, Norvegji, unë besoj që mund të pres një surprizë nga Norvegjia, nuk do të zhgënjesha. Po ti? Unë mendoj që Brazili do fitoj, por Norvegjia do e fusi luftën. Do mendoj që do mbaroj, si të them, për shumë parashikime 2-1 për Brazilin. Unë besoj që Haaland do të bëjë një surprizë. Haaland do të shënojë një 2 golsh nesër kundër Brazilit. Për kam bërë në 2 të mëngjesit, ju që të shohë, është Meksika, që është një nga 2 shtete që nuk ka pësuar gol në këtë botror, Spanja dhe Meksika, me Anglinë. Meksik, Angli, Harry Kane, Me një Meksik të fort. që nuk dim dhe kush është në një talent të Meksika, me sa dëgjova, në këtë botror nuk ka pasur një yll, super yll, po ka qenë një lojë ekipi dhe S'ka pësuar sigur? s'kan qenë asnjë gol dhe kanë shënuar shumë veta gola. Po. Nuk është se ka shënuar dikush 4 gola, 5 gola. Pra në rastin e saj, ka një lojë ekipi dhe besoj këtu është forca e këtij ekipi. Që unë besoj dhe me Anglinë mund do ta bëjë vështirësi. Unë mendoj që këtu do ndodhi një shumë dhe do fitoj Meksika 1-0. Dhe bluff. Okej. Unë mendoj që Norvegjia do bëjë surprizën, e unë mendoj që do jetë Anglia që do bëjë Meksika që do bëjë surprizën. Po ti kundër si Anglisë. parashikon Anglinë? Nuk e di, mendoj që Anglia do kaloj. Okej. Tani Erdhi momenti. një fakt për ta mbyllur, lojtari më i ri dhe lojtari më i vjetër në botror. Lojtari më i ri, shumë njerëz do thonin Lamine Yamal, Po, 19 por vjeç. nuk është Lamine Yamal, Po kush është? është një Meksikan, Mora ka emrin, është 17 vjeç, edhe madje ka luajtur këtë botror, jo që ka qenë në stol, ka luajtur për shumë kundër Ekuadorit luajti 72 minuta. Pas ka los goxha. Po, edhe lojtari më i vjetër ka ai. Kush është? Shumë veta do Po, thonë që Ronaldo? është Ronaldo. Po? Ronaldo është i dyti. Kush është i parë? Portieri skocez, që quhet Gordon, 43 vjeç në botror. Që ka gati mosha ime. Edhe madje ai 2023-shin ai pësoi një dëmtim që e hoqi për një vit. Dhe ai u fokusua me trajnerin skocez e mori atë. Bravo Ine. Ku e ke marrë këtë informacionin? Thjesht është vënë shumë nga komentatorë, nga analizorë sportiv. Analizator. Analistët quhen. Okej, tani për ta mbyllur, do e mbyllim tani se e zjatëm pak. E drejtë, do i vajt shumë minuta, na fal Regjia, na fal. Regjia. Se e kalum çikon. Pra, na ndiqni, na bëni subscribe, bëni like, bëni share. Ju të gjithë që doni futbollin dhe e pëlqeni këto 15 minuta ti kalojmë së bashku, ju lutem na bëni subscribe, na bëni like, na bëni share me miqtë tuaj, me gjithë shokët tuaj dhe mbështeteni Enion se do jetë komentatori më i mirë në botë. Mirupafshim. Mirupafshim.